mënyrën më të keqe të mundshme, do thotë duke i përdosur kufomat e njerëzve, i kanë mbartë nëpër kamionat. Në një çështje humane kur ke përballë një kriminal që është përgjegjës për këto vrasje, për këto zhdukje, besoni që është edhe fyrje për familjarë. Gërmimi me qëllim zbardhjen e fatit të personave të zhdukur në këtë lokacion në Rahovec është i fundit për vitin 2025. Këtu me 18 dhjetor 2025 u gjetën mbetje të shtrore që besohet se i takojnë të paktën një personi të zhdukur nga lufta e fundit në Kosovë. Kocka që dyshohet se i takojnë një personi tjetër të zhdukur gjatë luftës u gjetën edhe këtë premte me 19 dhjetor 2025. Sot është pra dita e tretë që po punojmë këtë lokacion. Deri më tani kemi gjetur mbetjet mortore të një individi, si dhe disa pjesë kockore të cilat kanë mbetur të verifikohen nëse janë me interes mjekëlligjor apo jo. Po ajo që është më rëndësishme është që kemi mbetjet mortore të një individi të cilat janë dërguar në IML dhe të cilat tani do t'i nënshtrohen ekzaminimeve mjekëlligjore përkatësisht autopsisë, marrjes së mostrës për identifikim dhe pastaj do të presim për rezultatin e të ardhmen. Një numër i viktimave përkatësisht personave të zhdukur ka mundësi që ende janë të varrosur këtu përkatësisht që nuk janë zhvarrosur gjatë punimeve në të kaluara. Ky numër është deri në 8, pra nuk mund ta saktësojmë, mund të jetë edhe më i vogël, mirë, por maksimum mund të jetë deri në 8. Për këtë arsye, duke marrë parasysh gjitha këto informata, jemi kthyer këtu, është bërë kërkesa natyrisht për udhëresë, lëshuar udhëresë dhe tani jemi këtu në kërkim të këtyre personave. Kushtrimgara nga Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur tha se bëhet fjalë për verën e vitit 1998, kur forcat serbe, për të fshehur gjurmët e krimeve në këtë lokacion, kishin groposur trupat e mbi 40 viktimave. Për të ndërlidhur me lokacionin fjalë, me që po kontrollojmë se lokacioni i fundit, po flasim për verën e vitit 1998, ku forcat serbe në krimet e përmasat gjenocidale të kryer ndaj popullatës shqiptare dhe përpjekjen e tyre të fshehjes së gjurmëve të krimit, ku fomat e më shumë se 40 viktimave kanë varrosur, po e them kanë varrosur për shkak familjarëve, me sa këtë rast kanë groposur në përpjekjen e tyre të fshehjes së gjurmëve të krimit në këtë zonë, këtë lokacion. Rastin fjalë ose zonën fjalë, si lokacioni, qysh në ditë të parë pas luftës, në bazë danave që kemi siguruar që potenciojë zoti Hoti, është trajtuar fillimisht kuptimin e vlerësimit nga ekipet mjekëligjore gjermane, të cilat kanë funksionuar në mbështetje ose në emër të Tribunalit të Hagës. Megjithatë, në shqyrtimin altësishëm të gjitha këtyre danave, ne kemi konkluduar që jo të gjitha mbetjet mortore ose kufomat e viktimave që janë groposur ose varrosur nga forcat serbe në këtë lokacion, është arritur të zhvarrosen gjatë këtyre proceseve të gërmimit. Pas hyrjes së forcave serbe në qytetin e Ravecit, ka ndodhur masakra të tmerrshme, janë vrarë mbi 100 njerëz, edhe kufomat e shumicës prej tyre janë bartë nga njësitë që janë marrë me pastrimin e ambientit, thjesht në mënyrën më të keqe të mundshme, do thotë duke i përdosur kufomat e njerëzve, i kanë bartë nëpër kamionat, nëpër traktora kështu, dhe i kanë sjellë në këtë vend. Fatkeqësisht në këtë vend dikur janë gjujt mbeturinat e kafshëve të ngordura dhe serbët i kanë përdosur kufomat e tyre. Gërmimet afër varrezave të qytetit në Rahovec nisën me kërkesën e prokurorisë speciale, pasi fillimisht kishte pranuar raport nga hetuesit e policisë së Kosovës. Gjatë vitit 2025 është gërmuar në 32 lokacione të ndryshme, duke gjetur gjithsej mbetje mortore të 22 individëve. Gjatë gërmimit, me datën 17 dhe 18 dhjetor janë hasur mbetje shtrore, të cilat janë dërguar në IML për ekzaminim mjekëligjor dhe identifikimin me anë të ADN-s. Vetëm pas ekzaminimit dhe përfundimit të vlerësimit nga ana e ekspertëve të mjekësisë ligjore, do të mund të flasim për detaje të tjera lidhur me këto gërmime dhe të gjeturat e datës 17 dhe 18. Gjithçka është publike, nuk do të hezitojmë të ndajmë me ju dhe me publikun. Prokuroria speciale gjatë këtij viti, në koordinim të plot me hetuesit policor, ka qenë angazhuar që të hetojë këto raste. Sigurojmë qytetarët që me prioritet do të kemë angazhim dhe gjatë vitit të ardhshëm, duke u siguruar që të sjellim drejtësi për viktimat e luftës. Çdo herë informacionet e qytetarëve janë ato që të dokumentet burimore dhe zona tjera na mund të na rikthejnë lokacion, mund të na zgjojnë kurreshtin ose indikacione dyshimta që në lokacionet e caktuara
ka nevojë të rikthehemi apo ka nevojë të hulumtojmë dhe gërmojmë. Ashtu që ka ndodhur edhe në qytetin e Rahovecit tash që domethënë është eksumuar që nga pas lufta disa herë, po prapse tash jemi kthyer dhe kemi has në mbetje e shtrore. Rahoveci është lokacioni 32 për këtë vit që kemi eksumuar, domethënë 32 urdhënesa të gjykatës themelore janë zbatuar në këtë vit. Gjitha këto urdhënesa domethënë veç bazë të kodit procedurës penale janë siguruar bazë domethënë bashkëpunim me prokurorin speciale dhe në bazë kërkesës së prokurorit speciale drejtuar gjykatës themelore. Nga këto 32 eksumime janë diku në mini 20 gjetje, minimumit 20 që antropolog dhe Instituti Mjekësisë Ligjore pas verifikimit dhe analizimit mund të dhanë numrin e saktë. Kryesuesi i Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur Andin Hoti tha se gërmimet kanë ndodhur kryesisht në territorin e Kosovës, pasi Serbia vazhdon të refuzojë të bashkëpunojë me palën kosovare. Unë kam thënë disa herë dhe po vazhdoj me përsërit, dhe këto nuk pja them juve, këto pja them Serbisë që pavarësisht çdo blokade që ata mundohen me bu në vazhdimsi, qoftë në Bruksel, qoftë takimet tona bilaterale, qoftë takimet tona multilaterale që i kemi, Kosova nuk ndalet, sepse Kosova ka një detyrim moral për me i gjetë 1570 persona që ende vazhdojnë të mbeten në listën e personave të zhdukur, 1570 familjar tonë, kështu që ata nuk mundën me na ndal, ata nuk kanë me na ndal, arkivat që ata po refuzojnë me i dhonë pavarësisht që jo dini që në Bruksel ne kemi marrë pjesë për afërsisht 5 vjet, 4 vjet e diçka, dhe pothuajse vetmja marrëveshje e arritur në Bruksel është marrëveshja ose deklarata për personat të zhdukur, të cilën vetë Serbia ka aprovu, jo vetëm që ne kemi aprovu një anshëm dhe po e kërkojmë zbatimin e saj, po dhe Serbia ka aprovu dhe Serbia ka refuzu zbatimin e asaj marrëveshje qysh prej 5 maj të vitit 2023. Ne i bëjmë thirrje edhe prej këtu Serbisë që të vazhdoj të zbatoj thjesht zotimet e soja, ato që vetë i ka pranuar letër. Jo dini që është themeluar edhe Komisioni për bashkët i udhëheqëm prej Bashkimit Evropian me kërkesë ose me iniciativë tonë, sepse e kishim shumë të qartë. Ne jemi shumë të vetëdijshëm që çështja e personave të zhdukur është çështje humane. Mirë po, në një çështje humane kur ke përballë një kriminal që është përgjegjës për këto vrasje, për këto zhdukje, atë natyrisht që politika është shumë e domosdoshme, shumë e nevojshme të ndërhyjë, këtë rast fuqia e Bashkimit Evropian dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës shumë e nevojshme të ndërhyjë për të na ndihmuar, jo ne si Kosovë, por për të ndihmuar çështjen, për të ndihmuar familjarët e personave të zhdukur, në mënyrë që Serbia t'i jap informacione kredibile që ajo vazhdon me i mbajtë të mshefura në sërtarët e saj për fatin 1570 personave. Familjarë të personave të zhdukur, të cilët çdo ditë jetojnë në ankth duke pritur për më të dashurit e tyre, thonë se për 26 vjet nuk është bërë mjaftueshëm për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur gjatë luftës. Çdo lajm që i vije familjarëve është një shpresë, është një diçka ta quajmë mirë në të gjitha tragjedijat, fatkeqësitë e mëdha, mirë po në njëjtën kohë është edhe rëndë sepse hapen ato plagë të cilat vetë i kemi që 26 vite me radhë. E përmendët ju pra 26 vite me radhë. Sa vlerësoni që është punu pra në zbardhjen e fatit të personave të zhdukur? Ne falenderojmë të gjithë ata që kanë kontribuar nga cili do nivel, nga çfarëdo forme që kanë bërë atë ndihmë, atë punë të kolosale, pasi që flasim për një krim të përmasave të mëdha gjenocidale, mirë po ne si familjar asnjëherë nuk jemi të kënaqur me punën që është bërë, për faktin se akoma janë 1500 e sa njerëz të zhdukur, kështu që ne jemi gjithmonë në kërkim, në pritje, edhe normal që jemi të zhgënyer me të gjitha politikat të cilat nuk kanë arritur të bëjnë presion akoma më të madh për ta e zgjidhur këtë problem një herë për gjithmonë. Ky është më tepër se sa mision human, është mision politik, pasi që këta njerëz janë vrarë politikisht nga shteti me politika gjenocidale. Andaj kushdo që përpiqet ta e çujë ndryshe këtë se është vetëm pjesa humane, ai ka gabim dhe besoni që është edhe fyerje për familjarë. Aktualisht, sipas Komisionit Qeveritar për të zhdukurit në Kosovë, janë edhe 1577 persona të cilët konsiderohen të zhdukur nga lufta e fundit në Kosovë.